Me që se shkuam edhe tek ndërkombëtarët amerikanët e tjerë, duke lidhur pak edhe me atë si çka po ndodh në botë me luftën. Si e shef këto ditë domun? Ç'a rrjedhë ka marrë? Ti më pyete një herë me këtë, unë ta dash përgjigjen. Kur ta dash? Një ditë para se të amerikanët të sulmonin Iranin, ata dash unë përgjigjen. Po pse vazhdon akoma pa më atë përgjigje? Po pse ç'a ka ndodhur në një gjë ndryshe? Ka ndodhur pikërisht ajo që thash unë. Ajo që ke thënë ti. Qa thash unë thuaj çik publikut. Ke thënë që të rrihet Amerika? Që Amerika do thyej qafën nga ai rajon, një thash pak shumë në gjuhë standard. Po s'ka gjë, unë them troç. Dhe prit. Dëgjojeni mirë se do ta shpjegojmë që këtë fjalë që sapo thash. Dhe Izraeli do pushoj se ekzistuari, kam thënë unë, nëse insiston. Atëherë. Tash le të futemi çik konkretisht. Analizësh. Është fakt, lari që dëgjoni juve nga këta, se do ta thosha me fjalë të tjera unë po, s'ka gjë, s'po e them. Nga këta lloj gazetarësh e mediash që japin vetëm ato që diktojnë amerikanët dhe izraelitët, apo në një farë europiani, e vërteta është se sipas burimeve shumë herë më të besueshme nga që kujtoni juve, në Izrael janë vrarë jo më pak se 10.000 njerëz. 10.000 njerëz? Jo më pak. Dhe kjo është e para 2-3 ditëve, se sot mund të ke kaluar 20.000 e kusur. Dhe numrit plagosurve është shumë herë më i madh. Sipas të dhënave që unë i quaj të besueshme, pastaj gjithsekush ka ata ka ndarin e vet. Ashtu dhe. Netanyahu, nëse s'ka vdekur, ja ka mbathur. Brenda ushtrisë ka mutini. Që thot? Që do të thotë rebelim, luftë brenda. Po, brenda ushtrisë. Që Irani ka kontroll komplet. Komplet. Që Irani ka zgjisuar një numër jashtëzakonisht të madh agentësh të Mossadit, përfshirë edhe kreun e Mossadit. Që aktualisht njerëzit po shikojnë live se si iranianët dhe grupet e bashkuara me Iranin, sidomos ata të Irakut dhe të Hezbollahut, kanë sulmuar jo vetëm Izraelin nga të katra anët, po edhe të gjitha rezidencat e ushtarakëve amerikanë në rajon. Dhe natyrisht numri i të vrarëve nuk është 13 si thot zoti Trump, po shumë herë më tepër. Që para një jave trupat iraniane kanë kapur 173 forca elit, forca delta amerikane që kanë zbarkuar në Iran, i kanë kapur qefesht. Tani, kjo është ajo që unë e kisha parashikuar. Po, e vërtet është. Dhe mos harroni një gjë, është një thënie i paralajmëruari i shpëtuari. Njerëzit që kanë dy paramend, këto fjalët e mia, nuk i marrin si armiqësi, po i marrin si paralajmërim. Mos shko atje që dëgjesh vdekjen. Dhe këto si janë fjalët e mia, janë fjalët e amerikanëve. Ushtarakët më të mirë amerikanë kanë thënë Trumpit mos shko atje. Prej vitesh. Jo sot, prej vitesh. I kanë thënë mos u fut në Iran. E kupton ti? Pastaj kemi katastrofën financiare për shkak të bllokimit të Hormuzit dhe të gjithë burimeve energjetike. Po mirë, po deklaratat e prit të mbaroj dhe një tjetër. Dhe nga ana tjetër prit. Jemi dakord me tërheqjen e Trumpit për negociim. Jo, s'është vërtet. S'është vërtet. Që dalë në media. Jo, në media ai ka dalë po në atë kohë. Po në atë sekond që zoti Trump ka thënë kemi rënë dakord për negociata për armë pushim 5 ditor, në të njëjtën sekond ka dalë ministri i jashtëm iranian dhe ka thënë Trumpi ja fut kot. Po pra, pas asaj doli prapë të nesër. Kush doli të nesër? Po, ministri. Po jo. Ata kanë thënë troç, jo, ata kanë lejuar hyrje daljet në ngushticën e Hormuzit. Po të gjënë apo jo? Po të gjënë. Ata kanë lejuar hyrje daljet në ngushticën e Hormuzit, përveç se për anijet që kanë lidhje me Izraelin dhe me Amerikën. E kupton? Ata kanë kërkuar $800 miliard dëm shpërblim dhe shkulen nga kërkesa. Ata kanë kërkuar që bazat ushtarake amerikane të shpërbehen të gjitha në rajon, të kërcasin e tikin. Jo, hajde, kushte që pas ke vendosur, hajde. Jo, i kam thënë unë, do, mban mend ti.
A thashun që ata do këpusin qafën. Që të pus qafën, shumë fortë. Prit, ata kanë thënë që Izraeli të mos ketë me kurrë së armë, të shpërbet, dhe e vetmja mundësi që Izraeli të vazhdoj të mbijetoj si shtet është që një forcë ndërkombëtare të vihet në mbrojtjet e Izraelit, por që Izraelit mos ketë vetë ushtri dhe armatime të rënda. E kupton? Dhe ata kanë bërë të gjitha këto kërkesa që me qëllim që të ruhen nga agresionet e njëpasnjëshme. Ata kanë thënë troç, ne nuk I besojmë atij fakti, domethënë atij pakti që na bën amerikanët para një viti, domethënë në qershor vjet. Që brenda 12 vjetëve ata pushuan luftën. A mendoti si me këtë çfarë po ndodh tani me zbrapsin e Amerikës dhe se si në çgjendje me ato shifra statistika që solle për Izraelin, mendon si kjo mbyll domethënë kapitull apo? Ata kanë thënë, unë nuk them gjëra që si di. Unë them atë që kanë thënë iranianët. Po pra, mos ndoshta luftën jo këtu. Le të themi hile të Izraelit dhe Amerikës për të rikthyer prapë për të vënë. Po. E kanë thënë vetë ata. Ne nuk e pranojmë këtë sepse e dimë që ata janë ileqarë. Në ana tjetër, ata kanë thënë luftën se kur mbaron e dim ne. Ka thënë Irani. Po. Që do të thotë, ne pa I çfarosur të tërë këta që janë rreth rrotull që na bjen në qaf, ne nuk heqim dorë pa mbaruar me këtë punë. E kupton? Dhe unë ta kam thënë që në sekondën e parë që ata do bëjnë namin. Do thotë dikush tani, thotë pse po e mbron me kaq fanatizëm, domethënë Irani. Jo ja fusni kot. Po të pyes se po pra tash dëgjoj këtu. Po si ka shumë njerëz që mund të thonë pse po dinë kaq pro-iranian. Po s'jam pro-iranian unë, bile unë jam më pro-amerikan se kushdo. Po. Njësi e amerikani që ka thënë Trumpit mos shko aty. Po pra, mos shko diçun. Unë kam thënë troç atje mos shko. Pra, dhe jo sot. Pse shef në këtë kënd vështrim pra situatën? Atëre. Shko pyet me amerikanët dhe amerikanët janë të bindur se lufta nuk është gjë tjetër veç se një mjet për Donald Trump për të shpëtuar drejtësisë. Për ato siç ka ndodhur me shumë probleme. Janë në mos gaboj unë janë 32.000 herë I përmendur emri Donald Trump në fashikuj me fytyrë, me video, me foto, me çfarë duash ti. 32.000 herë. Dosja e Epsteinit. Po pra. Dhe aty nuk bëhet fjalë vetëm. Një sekond tani Trumpi e bën këtë gjë vetëm për atë se çka ka ndosur, gjë kjo kosto. Ai është I mbaruar nëse ashtu. Ku pyet më për Amerikën? Mirë të mbaruar, vllazë sa çkatroi Amerikën dhe amerikanët. Ky hyni këtu dhe ai dhe Sali Berisha, Edi Rama dhe ai atje njësoj janë. E bëjnë këtë gjë për të mbrojtur vetëm. Por Sali Berisha I futet me molotov atyre vetëm që të dalin të pretendojë se është viktime politikës. Qa, nuk e kuptoni juve? Të njëjtën që po bëndej. Ai e mendoj se sulmi iranian do vazhdonte 4 ditë. Ditën e parë vrau Khamenein, të nesërmen do fillonte revolta, të pas nesërmen duronte pushteti, ditën e 4 amerikanët do bënin festën. E kupton? Dhe do t'i them edhe një gjë tjetër. Të paktën me sa mësova unë, rusët, vetë zoti Putin, I ka kërkuar iranianëve që të gjejnë një zgjidhje diplomatike sa më parë. Dakor? Domethënë, ndryshe nga që mendojnë njerëzit dhe ndryshe nga që presupozojnë njerëzit se ka me të vërtet një aleancë midis rusëve dhe iranianëve, kjo nuk diskutohet, bile unë ta kam thënë që pakti ushtarak midis Iranit dhe Rusisë është bërë pikërisht ditën që në pushtet ka hyrë zoti Trump, ka bërë betimi si president, tani për të dytë. Dhe ky është sinjali pastër që nga një anë ata e dinin që mendja e Trump do thoshte ta sulmojmë Iranin, nga ana tjetër ata I jepnin sinjal atij që shiko se ne jemi bashkë. Nëse sulmon atë, zëre se më ke sulmuar dhe mua. Dhe është fakt që të paktën analistët perëndimor pretendojnë se rusët e kanë furnizuar Iranin me të dhëna nga satelite, në këtë thash, për të goditur objektivat në shenjë. Po vetë rusët nuk e pranojnë. Thonë, na gjeni një provë, e na I bini këtu. Ta shikojmë çka kemi bërë. Nga ana tjetër, rusët po mundohen që ta qetësojnë këtë situatë, e kupton? Sepse pavarësisht se ata përfitojnë kështu, po ata e dinë që një zgjatje e konfliktit mund të marrë për masa të tjera. E kupton? Nga ana tjetër,
një lojë politike e rusëve është që të qetësojë dhe Europën. Sepse nëpër Europë ka një numër të madh njerëzish që pretendojnë se Rusia është rrezik iminent për Europën. E kupton? Nga njëra anë unë them që Europa merr masa mbrojtëse është gjë normale. E kupton? Çdo njeri mund të mbrohet, sidomos një bashkësi kaq e madhe siç është Europa me interesa të jashtëzakonshme financiare, ekonomike, çfarë duash ti. Por nga tentativa, domethënë nga tendenca për të marrë sa më shumë masa mbrojtëse, tendenca për të krijuar panik, nuk janë këto dy gjëra nuk janë njësoj. E kupton? E ku anon më shumë? Jo, Europianët po tentojnë të fusin popullin e tyre në panik. Po. Kjo po tregohet edhe me statistikat Trumpi ka humbur. Ndërsa fakti që ata duan të rrisin armatime, të rrisin teknologjinë ushtarake tjera, nuk e shikoj si gjë negative. Shikoj si gjë normale. Po qëndrimi i parlamentit shqiptar që është palli shteti i Iranit shtet terrorist. Parlamenti shqiptar është një fytyrë e pa fytyrë e Edi Ramës. Tani në të gjithë vendet e botës dhe në çdo lloj terminologjie nuk ekziston fjala terrorist për një njeri që mbron veten. Dhe është fakt kush u sulmoi Irani Amerikën apo Amerika Iranin. E diti sa pyetje i kanë bërë asaj Tulsi Gabbard, që është drejtoresha e komunitetit inteligjencës në Amerikë, e kupton? Dhe i kanë thënë, a ishe ti e sigur që Irani po bente armë atomike dhe Irani do sulmonte Amerikën? Nuk ktheu përgjigje ajo. Sepse ajo me paturpsi, e kupton? Ajo u shpreh që kjo është në vlerësimin e presidentit. Jo. Është në vlerësimin e komunitetit inteligjencës të japin një analizë të saktë dhe një konkluzion presidentit nëse ka apo s'ka një rrezik eminent. Dhe ata i kanë thënë që nuk ka rrezik eminent. Po mirë, në çfarë presioni ka qenë? Kush e ka shtyr Trumpin që ta marrë të vendim super në Iranin? Dgjoj, supozimet janë të shumta, po për mua unë kam thënë si gjithmonë që ai njeri që është korruptuar dhe rekrutuar nga shërbimet e Izraelit nuk kishte mundësi tjetër veçse t'i bindej atyre. Pra Amerika dhe Trumpi dhe mos harro dhe një gjë tjetër. Izraeli dhe Mossadi? Po, dhe mos harro dhe një gjë tjetër që sot ka një në radhë parë ka një revoltë të tmerrshme në Amerikë kundër faktit që ata e ndjejnë që janë bërë veglëqore e Izraelit, në një vend kaq i madh siç është Amerika, me paratë e Amerikës përdoret nga Izraeli. Dhe e dyta, unë do të them këtë që ta thash edhe radhën e parë. Jam në intervistë, më fal. Ata e shikojnë një shpëtim për veten. E kupton? Ai ka marr para, nuk i shmangë dot. Po, Trumpi ka marr veten për situatën që ka. Po, pra. Ai ka krijuar qëllimisht një situatë lufte. Një grup dy zogje, po pra, ky ishte qëllimi. Por unë mban në intervistën e para kësaj unë kam thënë që Trump po bën një gabim kapital. Po, imagjino ç'a kosto. E kupton? Dhe pikërisht këto fjalë kam thënë që ata nuk e kanë ide. Vetëm për të dy arsye thotë, e para që po e përdor Izraeli dhe e dyta ky për të shpëtuar vetë, thon për një arsye tjetër që e treta për të shpëtuar Amerikën. Për të shpëtuar Amerikën, nga kush? Nga kush? Amerika letërin. Nga borxhet që kanë, nga problemet prit. Mirë, edhe ato janë brenda xhan, po problemet i kanë krijuar vetë ato. Okej, po problemet që kanë krijuar vetë për të zgjidhur me këtë që bën. Po kjo është së prapthi erdhi çu. Kjo të zhyt më shumë. Po kjo së prapthi. Domethënë, po nga që pretendoni fitoni prandaj. Të bëj një shaka unë kështu nga ato budallaqet, se më pëlqen ndonjëherë që ndonjëri të qeshin. Qeshni pak tani. Iranianët faktikisht po e shpëtojnë Amerikën. Por, sepse po e ndërgjegjësojnë që të mos bëjmë me luftra. Po merr mësim. Por. A thu do marrim mësim nga Irani? Ta kam thënë edhe një herë. Ta kam thënë edhe një herë. Ta kam thënë edhe një herë.
Amerika ka kapacitetet jashtëzakonshme prodhuese në të gjitha fushat. Që nga bujqësia të industria të çfarë duash. Nëse këto para, imagjino, Amerika ka sot 39 trilion dollar borxh. Ku kapacitet 39 trilion. Uj. Sa i bie ai? 39.000 miliard. S'kena për i pik ujë. Ndërsa kapaciteti prodhues, do të thënë ajo që quhet prodhimi i brendshëm bruto i Amerikës është 32 trilion. Tani, Amerika në mënyrë të vazhdueshme ka bërë luftra dhe ka ndihmuar pa rreshtur industrinë ushtarake, prodhimitare. Nëse këto para që i ka marrë industria ushtarake do t'i merrnin degët e tjera të ekonomisë, atëherë Amerika, jo vetëm që s'do kishte borxhe, sepse këto borxhe i ka të vetat, borxhet që ka shteti amerikan, i kanë parat, i kanë Boeing, njerëzit si Elon Musk, ku t'i gjaun, domethënë i kanë vetë këta. Pjesën më të madhe, ja ka bërë vetes. Kjo është tradhtim ndaj popullit. Por mos është në për ta mbyllur tani. Mos është në domethënë dakordsinë me marrëveshje e fshehtë midis Iranit dhe Izraelit për të zhbërë Amerikën kjo. Çfarë budallë që bën. Amerika, çka këto pyetje më. Shiko këtu, mirë. Irani dhe Izraeli janë armiq të përbetuar të njëri tjetrit. E kupton? Izraeli është armik i përbetuar i vendeve atyre të rrotull. E kupton? Pavarësisht se nëpërmjet Amerikës e nëpërmjet lidhjeve, kontratave një në tjetrën, ata kanë mundur të futur në thes shumë nga këto vendet, domethënë nga prince, mbretëre, më the çfarë janë këta të rajonit. Thonë që me këtë qëndrimi që mbajti parlamenti Rama ndaj Iranit ishte një, domethënë një misi, si po vjen pyetje tjetër, më thonë që Edi Rama e bën për të Izrael jo. Ka zëra që shqiptarët Izrael të dytë. Edi Rama është armik i përbetuar i Shqipërisë. I shqiptarëve. Po, a rrezikon që Shqipëria të kthehet në Izrael? Po s'ke nevojë të ma thuash ti, mos e ta kam thënë që para një viti unë që kur ai tenton të japin Sazanin e ka bërë pikërisht për të punë. Për të punë. S'po ta them sot. Po për atë Pashalimani, nuk do flasim në ditën e. Po njësoj është, s'ka rëndësi, e njëjta temë. Atë kam thënë unë gjithmonë që Zoti Kashner është vegle Izraelit dhe nxitsi kryesor i luftës. Është pikërisht ai njeri që është nxitsi kryesor i shpërndarjes së Shqipërisë. Po shikoj çka thonë në Amerikë për zotin Kashner. Thonë Amerikë? Po ti je shqiptari? Është, pa shikoj çik mirë. Po kush e ka ndorë botën? Pa shikoj çik mirë. Kush e ka ndorë botën? Prit, se është me ditë, bament. Se Trump ka vajtur në fund të fare. Se kjo që po ndodh tani, o do e çoj për mar ose do e çoj për mbrapa. Për drejt. Po për drejt ose për. Po, o për mbar fare, o për drejt fare. S'ka rrugë tjetër. A ekziston mundësia se nga kjo se çka po ndodh të përshkallëzohet një luftë midis Rusisë dhe Turqisë? Për çfarë duhet të përshkallëzohet një luftë midis Rusisë dhe Turqisë? Çfarë arsye ka? S'ka fare? Unë shikoj për vetë. Jo. Unë di që Rusët kanë ndihmuar pa rreshtur dhe kanë krijuar marrëdhënie shumë të mira me vendet myslimane dhe vendet arabe. Të njëjtën gjë ka bërë dhe Turqia. E kupton? Turqia bile ka kohët e fundit ka hedhur një ide për krijimin e NATO-s islamike. Për krijimin e një force të përbashkuar të popujve me fe islame, e kupton? Që të kenë pak a shumë një bashkësi si punë e Europës. E kupton? Marrëdhënie të lira, shkëmbime të lira tregtare, lëvizje njerëzish të lira etj. Dhe kjo nuk tregon që Rusi dhe Turqia janë në konflikt me njëri tjetrin. Jo, nuk e kisha për të. E kisha për s'ka, t'ia futje kot. Për ndikime të tjera, ndoshta. Po ata, shiko këtu, çdo shtet ka synimet e veta, strategjinë e vet etj. Po nuk ka një gjë thelbësore që t'i bëj këta armiq me njëri tjetrin. Jo. Jo. Unë nuk shoh për vete, për momentin. Për momentin nuk shoh. Pastaj mos harro që ato janë dy ish perandori që gjithmonë kanë synuar dhe kanë qenë në konfrontime me njëri tjetrin, po Rusi
Putin ka qenë gjithmonë i zgjuar për të mos bërë konflikte të panevojshme. Bile është jashtëzakonisht e zgjuar nga anë e tij që e ka tërhequr Turqinë dhe ja ka hequr NATO-s në një farë mënyrë. Domethënë, Turqia që nuk pranon të jetë në konflikt me Rusinë është një dhimbje e madhe për Europën, që nuk e përdor dot Turqinë kundër Rusisë. Edhe kjo është mbahet si lëvizje e zgjuar e Putinit. Po sigurisht. Po Turqia, tu ka përfituar Rusia, po Turqia pse ka përfituar që është tërhequr nga NATO? Sepse Turqia për një kohë shumë të gjatë, gati tash 30 vjet, i ka kërkuar Europës që të jetë pjesë e Europës dhe budallënjtë e Europës me pretendimin se Turqia është vend islamik nuk pranohet në ashtu. Ata ja kanë thënë pa rreshtur Turqit, që ju kështu nuk po bëni gjë tjetër se po na largoni me duart tuaja. Ne pritëm spresim me. Dhe kjo është shumë e rrezikshme në Europës. Po, mos kthehet edhe më përkeq tani. Më përkeq. Rrimi i Turqisë. Këto gjëra nuk kanë të sosur, po tani për tani gjërat